këtu kemi filluar prishjen e objektit me fondin shqiptar. Kemi heq gjithë platformën ekzistuese të betonit edhe gjithë elementët që kishin amortizim të lartë, qoftë elementët vertikal, por edhe shtrimi i drasave dhe këtu krijohet dhe ideja hapësirës që është krijuar. Janë rreth 250 metër vi lineare në këtë shëritore, përveç asaj që do të ndërtohet nga e para, pra sipas projektit që është hartuar, do të kemi dhe shtrimin e gjithë sipërfaqes pjesës tjetër. Ja këtu dallon. Ujë tek në tokën, ku pjesa po i vjen dallësues. Si në tokën. Pra ujat e bardha. Nizimi i durave të bardha shkëtë një dallësues i cili do të shërbejë për të mbrojtur pjesën e promenadës me dallë. Projektuesi propozon këtë tip pergolate, e cila do jetë dhe hjezus në disa vende dhe e hapur në... Materiali çfarë është hapur apo? Ai është beton. Betoni Dhe në vend apo vini përgatitur? në kantierë. Po. Këtë se do rashinohet. Po bëhet shpejt. Kur është afati? Afati me kohë por ka detaje estetike shumë. Po duke qenë se vjen sezoni, mirë është t'i vjen një... Po do të mbyllë. Do të vjen një barierë të mbuluese në projektin, që paktën kjo promenada të rrinë normale, përsa ata punojnë nga ana tjetër. A, bëhet kjo? Kjo bën, aty. Edhe hapësira duket goxha më e madhe tani që janë hequr ato elementë, sado ishin të lehtë, por si duket kanë pas një ndikim kështu edhe vizualisht. Vizualisht e prisin pamjen. Do një bëhet greve. Bëhet shumë më dhe dalë shumë punëtore e bukur edhe do të coj shumë atë, se mos jetën në masditë, natën, fundjava, dhe jetë shumë... Normalisht lidhet Sfinksi me, sepse ajo është një vazhdimsi, por ky investim është hallka e fundit, le të themi. Në 2019 është bërë rekonstruksioni i gjithë shëtitores, pjesës kryesore. Ne me bashkinë bëm një segment që shkonte deri te porti i peshkimit dhe tani ka marrë një gjatësi të konsiderueshme që të themi që është e gjitha e një cilësie të lartë, le të themi, si investim, si ndërhyrje. Po e të bëjë dhe ike? Po, deri ke... Po i ka për tjeri, po jemi në pishkim për parë, në paka granit i zi, mund dhe shkojnë nuk ka në vitë. Mund shkojnë dhe një duruat një pjesë në segment i kësaj, kur duke ora shimuar, e bëjnë e pjesë në vend. Pjesa tjetër me qa plakë të dysh? Ajo është një plakë me betonit e rrët plaka. është një plakë vogël, ngjyrë blu, e njëjtë. Blu. Blu. Çfarë ngjyrë është Blu, kjo plaka poshtë. Blu. Plaka aty është blu. Mos gaboj. apo jo? Është monokromatik. Po, blu është. Është monokromatike çdo gjë po. Shile ka dhe në sakë. Si Nga shile. blu. Si kokër sakë, si më thonë. E mi shikeni, mbase mund të kombinoni të dyja, mbase mund të bëhet po mund merë të ruan, mund të bëhet diku tjetër. Po, pra, Po, se këto janë, po. Dhe që ka qëndruar goxha mirë. Që po e prishin ka zë vend aman. Dhe shumë ajër, shumë